Institucioni ynë kërkimor dhe shkencor është i nderuar që ka pasur mundësi ta organizoj një tryezë në nderim të doajenit të studimeve albanologjike dhe folkloristike Adem Zeniullahut, i cili është një nga kontribuesit më të rëndësishëm të shqyrtimit shkencor dhe mbledhjes së lëndës së folklorit burimor shqiptar. Për veprimtarinë shkencore dhe krijimtarinë e Adem Zeniullahut do të flasin studiuesit Hysen Matoshi, Sabile Keqmezi Basha dhe Faik Shkodra, të cilët i falenderojmë për zemërsisht. Adem Zeniullahu është autor dhe bashkëautor i 40 vetave, si monografi, studime shkencore, recenzione, materiale albanologjike dhe krijimtari letrare, si dhe redaktor i qindra botimeve të sferës albanologjike, letrare dhe publicistike. Ai është pjesëmarrës në shumë kongrese, konferenca, simpoziume e tryeza shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare, të mbajtura në qendra të ndryshme të rajonit dhe të Evropës. Autor i më tepër se 600 njësive bibliografike, si studime, trajtesa, artikuj, recenzione për probleme të ndryshme nga fusha e folklorit dhe letërsia e shkruar. Adem Zeniullahu është autor i monografive dhe veprave shkencore, si Krijimtaria Gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi e vitit 1987, disa venerime për poezinë popullore shqiptare, 1996, Vuajtja dhe qëndresa në këngët historike, 2010, Këngë popullore me elemente islame, 2011, Dhembja dhe flijimi në baladat popullore, 2014, Krijime alekorike në prozën popullore, 2018, e të tjera. Ai është bashkëautor i 5 vëllimeve të përmbledhjeve të materialeve burimore folklorike, me titull Këngë popullore historike, po ashtu bashkëautor i vëllimit Këngë Kreshnike 2, si dhe vëllimit Fabulat, ndërsa autor i vëllimeve si Ligjerime fabulare, Prozë popullore 2 dhe Prozë popullore 3. Gjithashtu, ai është autor i një sër krijimesh artistike dhe përmbledhjeve me poezi, me të cilat është vlerësuar nga lexuesit dhe dashamirësit e letërsisë. Në vigjilje të kësaj tryeze, kemi kënaqësinë ta ftojmë zonjën Arnora Dushi, studiuese e njohur e folkloristikës dhe shefe e degës së folklorit në Institutin Albanologjik, për një fjalë hapse në këtë aktivitet shkencor. Të nderuar pjesëmarrës, familjar, kolegë dhe bashkëpunëtor të folkloristit dhe studiuesit Adem Zeniullahu. Jemi mbledhur sot këtu në shënim të jubileut të 8 të jetës dhe shënimit të veprimtarisë së frytshme të kolegu ton profesor dr. Adem Zeniullahu. Si përgjegjësi e degës së folklorit, pozitiv kjo që edhe zoti Adem pati rastin ta mbante për vite me radhë, në emrin tim dhe të kolegëve nga dega e folklorit, ju urojmë ditëlindjen dhe ju përgëzojmë për veprimtarinë e tij të pasur dhe të frytshme deri tani, dhe të pandalshme. Folkloristin dhe studiuesin Adem Zeniullahu, punëtor shkencor shumë vjeçar në Institutin Albanologjik të Prishtinës, dekada e jetës së tij e gjen me një trashëgimi të pasur kërkimore dhe me një kontribut të çmuar në studimet folkloristike shqiptare. Si punonjës shkencor në degën e folklorit nga viti 1982 deri më 2010, ai siguroi një trashëgimi të frytshme botimesh në fushën e përgatitjes së bleve si dhe në interpretimin dhe analizimin e materialit folklorik, e cila u kurorëzua me vëllime botimesh dhe me përmbledhje studimesh. Për më pak se 3 dekada aktive në Institutin Albanologjik, studiuesi Adem Zeniullahu, edhe pas pensionimit nuk e pushoi veprimtarinë e tij, por përkundrazi e vazhdoi madje me intensitet edhe më aktiv dhe më produktiv. Dëshmi është edhe vëllimi i sotëm që po e kemi para nesh, që e cili është edhe një simbolik me cilën dua ta përmbyll këtë fjalë përshëndetje duke i uruar zotit Adem edhe libra të tjerë edhe veprimtaritë frytshme, shëndet dhe gjithë të mirat edhe në vitet e mëpastajme. Faleminderit. E falenderojmë studiuesen Dushin për fjalët dhe kontributin e saj.
Pa humbur kohë, e ftojmë studiuesin Hysen Matoshi që të na flasë për vlera shkencore dhe kulturore të Adem Zenullahu. Faleminderit, nderuar profesor doktor Adem Zenullahu, nderuar dashamirës, miq, familjar të profesorit, zonja zotëri. Në traditë tashme strukturuar e shënimit të përvjetorëve të studiozëve të Institutit Albanologjik ka bërë që përveç dimensionit honorific mund krijohet një përcaktim më i plot e më real për punën e brezave të këtij institucioni. Sot kemi nderën dhe kënaqësinë të shënojmë përvjetorin e 80 të njërit ndër punonjësit më të vyeshëm të kolegut tonë shumë të dashur, profesor doktor Adem Zenullahu, shkëlqyer shkencor dhe profesor rregull. Nuk janë thjesht vitet e jetës së tij ato që i japin kuptim dimensionit të tij profesional, artistik, intelektual e njerëzor si shkencëtar, albanolog në kuptimin e gjithë fjalës, si poet, si veprimtar dhe si humanist. Janë 56 vite veprimtari shkrimore në të cilat shpërfaqen gjitha këto veçanti që pasurojnë profilin e tij, që spikatin identitetin e tij. Nga viti 1969, kur e kishte botuar librin e parë për mbledhjen poetike me titull Kur zgjohen ernat, Adem Zenullahu ka bërë një rrugë interesante në krijimtarinë e tij letrare dhe të përgjithshme intelektuale, profesionale e shkencore. Dekadat e shkrimeve kanë rezultuar me një ecje drejt niveleve të reja të kumtimit poetik, pasi që poezia megjithatë ka mbetur bashkëpunëtorja e tij më besnike, kronikë e shpirtit dhe e mendjes së tij. Poezia ja ka bërë të mundur ta thotë edhe atë që se ka thënë ligjerimi i tij shkencor dhe intelektual. Përmbledhjet poetike të Adem Zenullahut shëmbëllejnë me stacionet e pafundme të këtij rrugtimi njerëzor, me pikëndalesat në të cilat përsjell mbi kuptimin e jetës, mbi sfidat dhe dashuritë e saj, mbi ëndrat e bukura dhe zgjendrat pleshtuese. Librat poetik të Adem Zenullahut që përbëjnë një kolon prej 13 rrëllimesh, shpërfaqin një botë pasur, gjelore, reaguese në rrugtimin jetësor të autorit të tij, një kaleidoskop për jetimesh personale, kolektive, të cilat lanë gjurmët e tyre në ligjerimin e këtij poetik. Poezia e Adem Zenullahut shënon një nivel ligjerimi poetik që përbashkon mendimin dhe ndjenjen. Pjekuria e autorit e ka shpërfaqur në dimension më të theksuar filozofik në këndvështrimin e tij mbi botën, përkatësisht përjetimin e saj në aspekte të ndryshme. Me një fjalë, vepra e tij poetike nuk shihet vetëm për aspektin e theksuar ndjenjor, nga që thellësia e përsjatit mbi jetën dhe gjithçka ka të bëjë me të, jo rrallë shpinë sentenca filozofike, duke u dhënë atyre një dimension të qartë e të strukturuar mendimor. Krijues letrar me botë pasur individual, Adem Zenullahu dëshmon se i jeton dhe i përjeton zhvillimet që lidhen me fatin kolektiv të kombit, të vendit e të shoqërisë, duke i përjetësuar ato në një trajt artistike letrare. Në këto poezi ndonjëherë veç zërit e poetit flet edhe zëri intelektualit kurtak që kërkon rrugëzgjidhje në labirintin e jetës moderne, në të cilin shumë çka është i tërësuar rënd. Me një fjalë, Adem Zenullahu nuk e ka poezinë vetëm një vokacion e pasion për ligjerimin e bukur artistik, e the me bindje të plotë se poezia është mënyra e tij e të jetuar, është bashkëpunëtorja e tij besnike në gjithë rrugtimin jetësor. Për aq sa është poezia brenda tij, po aq është edhe ai si subjekt dhe autor brenda saj. Kjo simbiozë identitare e bën poezinë e tij të jetuar e të përjetuar, përsa njëkohëshëm jetën e tij e bën poetike. Profesor doktor Adem Zenullahu, shkrimtar shkencor ndegën e folklorit të Institutit Albanologjik të Prishtinës, në fokus e ka pasur studimin e krijimtarisë sonë të pasur folklorike, pa lënë anash as krijimtarinë autoriale, veçmas ato që më shtys nga trashëgimia jonë popullore. Do të është fjala për mëse 10 vepra të tilla, do thënë se projektet më të realizuara të tij në Institutin Albanologjik janë shpërfaqja e angazhimit studimor dhe ulëmtues për gjatë dekadave të punës. Njëra ndër studimet e tij më të plota monografike që trajton relacionin ndërmjet krijimtarisë anonime dhe asaj autoriale është vepra e tij Krijimtaria gojore dhe proza e shkruar shqiptare në Jugosllavi. Interes përbëjnë edhe shkrimet për balada, fabula, krijimet alegorike, përbërësit historik në folklore shqiptar, përbërësit islam në folklore shqiptar, e të tjerë. Veprat e këtij krahu shkrimor që shquhen për karakterin e tyre shkencor, përveç së shenja vijimësisë punës së ulëmtuese të doktor Adem Zenullahu, gjithashtu janë edhe dëshmi e një pune të bërë me përkushtim, me kompetencë e me dashuri për profesionin, për materie studimore, për dijen dhe për kohën.
Adem Zeinullahu përveç se autori një numrit madh veprash monografike, është shuar edhe me marrjen pjesë në jetën organizuar shkencore, aktivitetet e shumta sikurse janë kongreset, konferencat, simpoziumet, sesionet, kryesa shkencore, traktatet kombëtare, ndërkombëtare, e që janë mbajtur në Kosovën e Rajonit me gjerë. Janë dëshmi e kësaj jetë aktive. Rezultati i gjithëbashëm i punës së tij shkencore është të jetë mbreslënës, përkatësisht një volum të themi kuantitativisht që përkohet nga më shumë se 600 bibliografike, me studime, praktisa, artikuj, recensione për probleme ndryshme nga fusha folklore, letërsia e shkruar dhe relacione ndërmjetore. Për mendimin tim, kontributi lidhet me një makroprojekt kapital për kulturën shqiptare që ndërbreza është synuar formatin një kolone sa më të plot në folklor shqiptar. Do të se visarat e kombit, para gati 100 vjetësh në një nisë të rëndësishme, një projekt gjithëpërfshirës i margaritarëve tanë folklorik nuk u realizua asnjëherë. Megjithatë, projekti i profesor Anton Qetës ishte përpjekje serioze për mbledhur, përgatitur, ruajtur, debatuar folklorin e shqiptarëve të mbetur në një shullëstari. Puna e palotshme e identifikon Adem Zeinullahu si njërin ndër kontribuesit më të mëdhenj të kësaj kolone, ndonse nuk u mjaftua vetëm me botimet e makroprojektit, nga se krahas kësaj shohim edhe sa vëllime të botuara në kuadër të institucioneve e edicioneve të tjera. Në projektin e Institutit Albanologjik, studiuesi Adem Zeinullahu merr pjesë si bashkautor ose si autor në rreth 1/3 e tij. Kështu, të kapitull të rëndësishme e ka nisur me përgatitjen për botim të vëllimit të dy këngë krashnike në bashkautorësi me Rustem Berishën dhe Sadri Feti. Po kështu është bashkë përgatitës e vëllimit të fabulave shqiptare në të cilin ka punuar me Muzaffer Mustafën, kolegën e tij. Megjithatë, kontributin më të çmueshëm në pikpamje të mbledhjes, përgatitjes dhe botimit folklorit e ka shënuar në punën lidhur me pikën historike shqiptare. Fillimisht me bashkëpërgatitjen e 4 blejve me kolegët e degës, Sadri Feti, Fazi Syli, Rustem Berishën dhe Hera Mete, të cilët dolën në vitin 2007, ndërsa vite më vonë ndonse i mbetur i vetmuar nga ekipi që e kishte më parë, nuk hoqi dorë edhe nga votimi i 2 blejve me këngë historike dhe 1 bleu me këngët e hapmarrës. Nuk do të ishim të saktë, në qoftë se do të thoshim se kjo është puna tërësore Adem Zeinullahu se përket botimit folklor shqiptar. Pra kena disa vëllime me folklor shqiptar që janë përgatitur prej tij, sikurse janë këngët popullore me elemente islame, 100 fabula, prozë popullore me përpërës islam, prozë popullore 1, 2, 3, krijime alegorike në prozën popullore dhe ligjërime fabulare. Pra gjithë kësaj vërtetërie shkencore që ka dalë në format botimesh, do të thënë se Adem Zeinullahu ka dhënë kontribut të shënueshëm edhe për funksionimin e mbarët suksesshëm të Institutit Albanologjik, duke qenë pjesë e strukturës menaxhuese, vështira dhe sfiduese. Edhe 15 vjet pas pensionimit, Adem Zeinullahu është ndër shkencëtarët më të rregullt me praninë e tij në Institutin Albanologjik, por edhe në aktivitetet në botim. Me këtë rast, nuk po zëngoj një dimension tjetër të rëndësishëm të punës Adem Zeinullahu, atë të veprimtarisë pedagogjike. Puna e palotshme me student, afërsia pothuajse brendërore të shmitares së cilës kam qenë edhe vetë në kohën kur punën e bashkë, e identifikonin në mes në studentëve si njërin ndër profesorët më të vlerësuar e më të dashur. Nderuar pranishëm, duke njohur vetën Adem. E falenderojmë studiuesin Matoshin për fjalët dhe vlerësimin dhe e ftojmë zonjën Sabile Keqmezi Basha që ta paraqes kuptimin e saj shkencor për veprën e Adem Zeinullahu. Nderuar organizator të këtij manifestimi shkencor, i nderuari profesor Dr. Adem Zeinullahu, të nderuar të pranishëm. Drejtën thënë sot ndjem e privilegjuar që të qëndroj para jush dhe të ndaj disa fjalë rreth veprës të profesorit të nderuar profesor Dr. Adem Zeinullahu, këngët popullore të Akmarrës, vëllimi 7, votuar nga Instituti Albanologjik 2024. Dhe në çastin kur mora librin në dorë, ndjeva një emocion të veçantë, një ndërthurje respekti për autorin dhe kurreshje të sinqert për përmbajtjen e veprës. Nuk ishte thjesht dëshira për të pasur një libër të ri, por nevoja për të hyrë në mendimin shkencor të profesorit, të ndërtuar mbi përvojë të gjatë dhe vizion historik. Mendimi im i vetëm ishte ta lexoja me kujdes, jo si një lexuese zakonshme, por si dikush që e sheh historinë si një mënyrë për të kuptuar më thellë veten dhe shoqërinë ku jetoj.
Libri Këngët popullore të Akmarrjes të profesor Zejnullahu përmbledh një korpus të veçantë të krijimtarisë gojore shqiptare, këngë që nuk janë thjesht shprehje emocionesh individuale, por pasqyrimi i thellë i një strukture shoqërore, ku nderi, drejtësia dhe përgjegjësia familjare kanë qëndruar për shekuj në themel të jetës kolektive. Këto këngë të lindura në rrethana të dhimbshme i përkasin një realiteti historik e kulturor që ka shoqëruar popullin shqiptar ndër epoka, duke filluar që nga koha e Skënderbeut e deri në ditët tona, edhe pse sot me një intensitet më të zbehur, por ende të pranishëm në kujtesën tonë kolektive. Ato janë këngë jo vetëm që janë kënduar, por edhe janë jetuar. Përmes vargjeve të tyre, populli ka rrëfyer tragjedi, padrejtësi dhe dilemat morale të një shoqërie që shpesh është detyruar të marrë drejtësinë në dorë. Në to gjenden të gdhendura jo vetëm emocionet e forta, por dhe kodet e pashkruara të jetesës të trashëguara brez pas brezi. Hakmarrja nuk paraqitet vetëm si akt i veçuar dhune, por si pasojë e një sistemi vlerësh që impononte detyrimin familjar dhe nderi, si kritere të përbashkëta për dhimbjen, nderin dhe kujtimin. Në këtë kuptim, vepra e profesorit nuk është thjesht një përmbledhje e një nën-zhanri folklorik, por një ndërmarrje gëzimshme për të trajtuar një aspekt kompleks të jetës dhe kulturës shqiptare. Hakmarrja, sado e ndjeshme dhe shpesh e kontestuar, mbetet pjesë e pambashme e trashëgimisë sonë shpirtërore. Këto këngë flasin për një popull, por fjala dhënë dhe nderi peshoheshin më shumë se vetjeta. Dhe ku rendi morali i shqiptarëve kishte përsi ndaj çdo forme të organizimit shtetëror të brisht apo të lartë. Pikërisht për këtë arsye, këto këngë nuk mund të lexohen vetëm si tekste artistike apo si dokumente folklorike. Ato janë dëshmi të një jete të përshkruar nga përbalje të forta morale, nga konflikte të brendshme dhe nga plagë të trashëguara. Ato na ftojnë të lexojmë jo vetëm tekstin, por edhe nën tekstin. Ato që flasin për dhimbje të pashprehura ndryshe, për histori që nuk janë treguar në salla kuvendësh, por në prag shtëpish, në oda burrash, në zërin e këngëtarëve që barten më shumë se tinguj, barten kujtesën vërete. Në një realitet ku sundonin pushtues të huaj, ku dhuna dhe nënshtrimi ishin të përditshëm, hakmarrja shpesh paraqitet si e vetëm një formë e kuptuar e drejtësisë. Në këtë prizmë, ajo lidhet ngushtë me fatin historik të një populli të nëpërkohshëm, të braktisur nga drejtësia institucionale dhe të detyruar të ruaj rendin përmes normave të veta. Kjo lidhje midis hakmarrjes dhe historisë politike të shqiptarëve bëhet edhe më dukshme kur shohim ndërhyrjen e pushteteve të huaja që shpesh kanë nxitur përçarje, kanë thelluar ndasit dhe kanë përdorur këtë plagë të brendshme si mjet dobësimi. Në këtë kuptim, hakmarrja është pjesë e një skeme më të gjerë të dhunës strukturore dhe manipulimit politik, ku viktima nuk është vetëm individi apo familje, por vetë kohezioni i popullit. Profesori i nderuar Zejnullahu në mënyrë të përkryer këtë dimension e bën të qartë, sidomos kur e vendos vështrimin në periudhën e pas luftës së dytë botërore. Gjatë asaj që quhet shpesh koha e Rankovicit. Gjatë studimeve të mia mbi lëvizjen ilegale patriotike shqiptare, kam ndeshur dokumente arkivore dhe dëshmi gojore që dëshmojnë se shumë prej vrasjeve brenda popullatës shqiptare nuk kanë qenë hakmarrje spontane, por krime të organizuara shtetërore, të orkestruara nga UDB-ja dhe aparati serboslav i dhunës, me qëllim eliminimin e adhëtarëve. Në shumë raste, vrasjet asnjëherë nuk u hetuan seriozisht. Ekzekutuesit nuk u mbajtën përgjegjës, sepse në të vërtetë kishin kryer një detyrë thojse në shërbim të pushtetit. Kështu gjaku derdhej, por faji kanalizoi brenda popullit shqiptar, ndërsa urdhëruesit e vërtetë mbeteshin në hije. Një nga plagët më të dhimbshme që ka rënduar trupin shoqëror shqiptar ka qenë pikërisht kjo që ka identifikuar vetë profesori. Në këto rrethana, armiku i jashtëm nuk ka pasur gjithmonë nevojë të veprojë hapur. Mjafton të ushqente përçarje, të shfrytëzonte traditat e hakmarrjes dhe të lejonte që shoqëria të rënohej nga brenda.
E megjithatë autori profesor doktor Adem Zynullahu thotë se historia shqiptare nuk është vetëm histori blavesh dhe përplasjesh të mbrëmshme. Ajo është po ashtu histori e kapërcimit të këtij realiteti, e momenteve ku ndërgjegja kolektive ka arritur të ngrihet mbi instinktin e dhunës dhe të ndërmarrë hapa drejt pajtimit. Ulmi i këtij vetëdijësimi u shënua në vitet e 90-ta me lëvizjen për pajtimin e gjaçeve në krye me Anton Çetin. Kjo lëvizje jashtëzakonshme shënoi një kthesë të rëndësishme morale dhe politike. Mira Gjaçi u falë, duke u vendosur themelet e një bashkimi të ri shpirtëror e qytetar, që i parapriu edhe rezistencës së organizuar për liri. Pajtimi i Gjaçev nuk ishte vetëm akt etik dhe fetar, ai ishte një akt thellësisht politik në kuptimin më fisnik të fjalës, një ringjallërim i unitetit kombëtar përmes ndalimit të dhunës së mbrëmshme. Kjo frymë pajtuese nuk mbeti e kufizuar brenda Kosovës. Ajo kaloi kufirin dhe përtoi në mërgatën shqiptare në Evropë më lart. Edhe në diasporë, në qytetet e vendbanimeve të shumta, ku organizuan tubime ku Gjaçet faleshin në emër të Kosovës, në emër të lirisë dhe të një republike të ardhshme. Edhe E falenderojmë studiuesin Keqmezi Basha dhe ftojmë studiuesin Faik Shkodra për ta prezantuar shqyrtimin e tij për kontributin akademik dhe kulturor të Adem Zynullahu. Përshëndetje për të gjithë ju sajrit pranishëm. Me kënaqësi kam pranuar kërkesën që për kolegun e mikun të flas për më të veçlit, për fëmijët që janë ardhmëria e çdo populli, çdo kombi. Kumtesën time e kam hartuar poezia si akt besimi dhe zë i botës fëmijëve. Profesor doktor Adem Zynullahu është emër i shquar në letrës shqipe, me vërtetërinë e gjerë e të shumëllojshme si në fushën e letërsisë artistike, ashtu dhe në atë shkencore, ai shquhet midis krijuesve më prodhimtar. Themi krijuesve prodhimtar nga se nga mendja dhe pena e tij ka ndalë mbi 15 vjellime me poezi për fëmijë dhe të rritur, ka ndalë mbi 10 vjellime si bashkautor veprash letërsisë popullore, debutura kryesisht në Institutin Arborologjik dhe kanë parë dritën e botimit mbi 15 vepra studimore të karakterit shkencore ulumtues të poezisë e të prozës popullore shqipe. Duke parë këtë bilans suksesësh të autorit në nxjerrjen në dritë të kaq veprave të shumta të letërsisë e të shkencës, përmbajtjet e cilave nuk janë pa interesim dhe të parëndësishme, sepse ato i përshkojnë vlerat e rëndësishme nga të gjitha rrafshet e mendimit teoriko-shkencor dhe se brenda tyre është ndriçuar fati i njeriut, i fëmijës, i popullit dhe i adheut. Veprat e Ademit sjellin të gjitha moshat e lexuesve kënaqësinë e vërtet me nivelin e lartë mendor, shpirtëror dhe emocional. Me këtë rast, themi me mirëjoje se shkrimtari, poeti, publicisti, studiusi, intelektuali, pedagogu dhe kulturologu Adem Zynullahu e ka nderuar dhe po e nderon letërsinë, shkencën, kulturën e traditën tonë kombëtare me vepra vlera shumë planshe, vepra që i shqunë fryma e thellë sa kombëtare aq edhe moderne. Adem Zynullahu është krijues me ide e mendime largëheqëse, është krijues që i tejkalon kufit e ngushtë mendësisë provinciale. Adem Zynullahu t'i kujton poetët e shkencëtarët elitar
të cilët nuk dinin të përkullen para fortunave, nuk dinin të gjenin e të shesin talentin e punën që bënin në trajtimin e problemeve të kohës. Veprat e Adem Zenullohut, mbi gjitha, janë monumente që i shquhen madhështia e temave, motiveve dhe thellësia mendore që bartin. Ademi është i veçantë edhe për faktin se në gjithë krimtarin letrare të shkruar në 2 formacionet e letërsisë, atë të letërsisë artistike dhe të krimtarisë të letërsisë gojore, sjell vlerësime, gjykime, analiza e përfundime të vërteta dhe as pak nuk e pëlqen kompromisin me të keqen, me të shëmturën, të dëmturën dhe njeriun që nuk e ruan dignitetin e vetë. Këto cilësi na japin të drejtë të pohojmë se Adem Zenullahu meriton të nderohet për ndërgjegjen e lartë kombëtare e horizontin e tij të gjerë kulturore. Poezia për fëmija Adem Zenullahut është akt besimi dhe ka frymëmarrjen e zërin e botës shpirtërore e mendore të vegjëlve. Adem Zenullahu në veprat për fëmijë dëshmohet jo vetëm mjeshtër i spikatër në hartimin e veprave për fëmijë, të cilat me vlerat pedagogjike, didaktike, njohëse dhe vlerësuese do të qëndrojnë çdo kohë, por veprat për fëmijë të Ademit janë krijime me vlera të shura artistike dhe estetike, janë vepra sa bashkohore as vizionare për të ardhmen. Duke u marrë me veshtrimin e disa poeti dëshmohet shkrimtar që të fëmijët krijojnë atmosferën për gëzimin e jetës, të dashurisë për lojën, këngën, tepërimin e pandarshëm. Të gjitha këto vlera me të cilat janë mbrojtur poezitë për fëmijë të Adem Zenullahut e bëjnë autorin edhe një autor të letërsisë të veçantë për letërsinë për fëmijë. Prej veprave të shkruara për fëmijë mund kuptohet qartë se Ademi e njeh në thellësi botën e fëmijëve, i njeh kërkesat e tyre dhe duke njohur botën e tyre në subjektet e poezive aktualizon dijen, fantazinë, shijen për të bukurën, mësimin, ëndrat, shestimet, elementet arsimore, edukative dhe emocionale. Poezia për fëmijë e Adem Zenullahut me përmbajtjen e formën e pasur, me temat e motive që i trajton, në mënyrë më të mirë i shërben formimit të drejtë e të shëndosh të fëmijëve, të cilët i pajis natyrshëm e pa ndonjë imponim e këshill moralizuese, me shumë dije, kulturë, dashuri, besnikëri, edukat dhe virtyte të larta sa njerëzore aq kombëtare. Këto vlera që mishrohen në trumbën e çdo poezie për fëmijë i bëjnë të koshme mendimet e akademik Bedrit Dedjes, kur shprehi: më i lumtur nga të gjithë do të jetë ai popull i cili më mirë se çdo gjë tjetër do të mësoj fëmijët e vet, do të di ta pasuroj mendimin dhe t'u jap drejtimin e ndjenjeve të tyre. Në kontekst të këtij mendimi, Adem Zenullahu nuk duhet ta shohim e ta vlerësojmë vetëm si studius e pedagog të letërsisë, por duhet parë si poet e letrar, si intelektual e njeri me vlera shumë spikatura. Në personalitetin e Ademit, në mënyrën më të mrekullueshme janë bashkuar modestia, bururia, pjekuria, dija, mjeshtria për të dhuruar poezi të bukura fëmijëve, me të gjitha me ndjenje kombëtare si vlera më të larta për çdo krijues letërsisë.
Përmbajtjet e poezive për fëmijë të Adem Zënullahut i shqunë vlerat shumë planëshe, vlerat që rrezatojnë mesazhe edukative, pedagogjike, mesazhe historike e morale. Shumë nga vargjet e poezive për fëmijë të Adem Zënullahut vijnë si sentenca me vlera të larta edukative. Këto vlera të mbrojtura në subjektet e poezive dëshmojnë të vërtetën se autori ushqen respekt e dashuri të pakushtësuar nga të veçtit. Në mbyllje të këtij shkrimi për krijimtarinë letrare, shkencore të profesor doktor Adem Zënullahu, uroj dhe e falenderoj Institutin Argonologjik për organizimin e kësaj tryeze shkencore, për kolegun dhe krijuesin Adem Zënullahu, të cilit i dëshirojmë suksese në punën e mëtejshme në fushën e letërsisë dhe shkencës. Tryezat si kjo Duke falenderuar studiuesin Shkodra për fjalët dhe analizën e tij, do të donim ta dëgjonim një fjalë nga profesor Adem Zënullahu, protagonisti kryesor i kësaj tryeze shkencore. Të nderuar, të pranishëm, kolegë e kolege, dashamirë të artit, studiues të letërsisë së kultivuar dhe të etnokulturës sonë kombëtare. Pas këtyre fjalëve kaq të bukura që i thanë referuesit për mua dhe veprimtarinë time, studimore, letrare, nuk më mbetet çka të them më tepër, pas t'i falenderoj ngrohtësisht udhëhecit e Institutit Albanologjik, kolegët e mi, studiues, Arnora Dushin, Hysen Matoshin, Sabile Keqmezi Basha dhe Kajk Shkodër. Me këtë rast, dua t'ju falenderoj edhe juve të pranishme që keni gjetur kohë të merrni pjesë në këtë evenement. Kam dëshirë t'i them edhe këto pak fjalë, si djetë bëhen afro 26 vjetë që jam i pranishëm në këtë institucion të lartë shkencor. Theksoj se gjithmonë këtë institucion e kam konsideruar si shtëpinë time të dy dhe të gjithë punojësit e tij si antarë të familjes sime. Sepse kohën më të gjatë e kam kaluar këtu. Dua të theksoj se kemi kaluar vite të vështira, por edhe krenare. E them kështu, se ky institucion në vazhdimsi ishte jo vetëm simbol i shkencës dhe kulturës, që deri me tash ka botuar më se 800 tituj vepra të ndryshme në njëra faqesh, por njëherët ishte edhe simbol dhe i qendresës dhe kundërvënies së barbarisë serboslave në dekadat të tëra, ndaj se bashku me ju ndiheni krenar. Uroj që kjo punë e pritshme në të mirë të shkencës, kulturës dhe kombit të vazhdojnë edhe më tutje në suksese më të mëdha. Ju falenderoj. E falenderoj profesor Zënullahun duke i dëshiruar shëndet dhe çdo të mirë. Nëse ka dikush për të thënë një fjalë apo koment 2 minutësh për veprën e Adem Zënullahut, është i mirëseardhur. Atëherë përshëndetje për të gjithë. Unë jam Nuridin Ahmeti, punonjës shkencor në Institut Arbanologjik, në degën e historisë. Para 6 muajve, profesor Adem Zënullahu ka kontaktuar përmes meje me njërin nga shtëpitë botuese në Shkup, për t'ia botuar një libër. Dhe pas një jave përgjigja ka qenë se është mbyllur kalendari i patimeve për vitin 2025 dhe në vitin 2026 besoj se do të futet në patim. Mirë po, ne kemi punuar vazhdimisht që ky libër të botohet. Andaj, sot kemi dashur t'ia bëjmë befasin se libri është botuar dhe kopja e parë
Nëse lejohet, unë do ta lexoj fjalën e botuesit, e cila është më tepër se 5 minuta nuk e merr. Në vitin 1972, studiusi dhe orientalisti i njohur Hasan Kaleshi, në një punim shkencor të botuar në Prishtinë, mbi ndikimet orientale me tregimet popullore shqiptare dhe në folklorin tonë në përgjithësi, pati tërhequr vëmendjen se ndikimet islame në disa gazharet e folklorit shqiptar ishin studiuar shumë pak. Për këtë arsye, ai jep disa shpjegime dhe sugjeron që në këtë drejtim të bëhen hulumtime më të thelluara me qëllim që të shihet se deri në çfarë mase feja dhe besimi islam kanë ndikuar në folklorin shqiptar. Pra, me shumë se gjysmë shekulli më parë, Kaleshi vrejti mungesën e studimeve në këtë fushë. Që nga ajo kohë e deri më sot, me disa përjashtime, studimet në këtë drejtim nuk kanë arritur në nivel të kënaqshëm. Duke parë këtë bashkëlek në studimet shqiptare, studiusi shumë vjeçar i folklorit, profesor doktor Adem Zenullahu, para disa vitesh kërkimesh në terren dhe pas shqyrtimit të dosjeve të studiusëve të folklorit, disa prej të cilave, si shënon ai vet, i kishte hulumtuar në arkivin e Institutit Albanologjik, ku punoi për shumë vite dhe ku ishte një prej studiusëve më prodhimtar të fushës, mori përsipër të sjellë edhe botime në këtë aspekt. Me shumë se një dekadë më parë, studiusi Zenullahu botoi një studim mbi këngët popullore me elemente islame, i cili u prit mirë nga lexuesit. Kjo e shtiu të vazhdoj edhe me studime më të thelluara në këtë fushë. Rezultati i punës së tij, shumë vjeçare, është edhe studimi Frymëzime islame në këngët popullore, të cilin shtëpia botuese Llogos A e sjell para jush. Në këtë fushë studimore, duke u bazuar në rezultatet e deri tanishme, mund të thuhet se profesor doktor Adem Zenullahu është një pionier. Elementet që, për arsye të ndryshme, kishin mbetur të strukura, në këtë studim dalin në pa dhe i vihen në dispozicion lexuesit. Ninullat, siç dihet, janë këngët të cilat populli ynë u ka kënduar me shumë shpirt fëmijëve të vegjël. Prandaj nuk është e rastësishme që ato zënë vend të veçantë edhe në këtë botim. Siç shihet nga studimi, në të gjitha këngët popullore, elementi islam është i pranishëm dhe është ruajtur brez pas brezi. Duke hulumtuar në kategori materialesh, studiusi Zenullahu ka bërë një renditje sipas një metodologjie të caktuar dhe i ka prezantuar ato në formën më të mirë të mundshme, duke dhënë edhe shpjegimet e nevojshme. Në këtë botim, lexuesi do të gjejë këngë epiko-legjendare, balada dhe legjenda, këngë kreshnike, këngë historike, këngë billthunën dhe kundërshtypjes kombëtare, këngë të nizameve dhe të gërbetit, ninulla, këngë dasmash, dashurie e të tjerë. Një rol të rëndësishëm në historinë tonë kombëtare kanë luajtur edhe individ të cilëve tradita popullore u ka kushtuar kujdes të veçantë. Ata kanë qenë udhëheqës betejësh, prijës fetar, drejtues aksionesh të ndryshme e të tjerë. Në këtë pasuri këngësh që populli ynë i ka ruajtur, lexuesi do të gjejë edhe emra të njohur, prijës fetar, të cilët u dalluan në fushën kombëtare dhe të mençurisë. Mulla Idris Xhilani, Mulla Xhema, Mulla Syla, Mulla Sherif Ahmeti e të tjerë. Disa prej tyre, kur vinte momenti të përballshin me armikun, siç përshkruhet në këngët popullore, nuk hezitonin të betoheshin në Kur'an për të luftuar kundër tij, siç është rasti i Mulla Sylës nga fshati Selc i Tetovës. Duke parë këtë përshkret në botimet tona, si shtëpi botuese nuk kemi hezituar ta mbështesim këtë botim. Shpresojmë që ky publikim të shërbej si një shtytje për të gjithë ata që dëshirojnë të thellojnë studimet e tyre në këtë fushë. Duke mbështetur aktivitetin e sotëm në këtë format, profesor Adem Zenullahut i urojmë për vjetor të tjera jubilare, shëndet dhe jetë e gjatë. Instituti Albanologjik ka nderin që t'i jap një mirënjohje profesor Adem Zenullahut për kontributin e tij në studimet albanologjike dhe folklorin shqiptar. Andaj, e ftojmë sekretarin shkencor të institucionit ton, zotri Adel Ollurin, që t'ja jap mirënjohjen profesorit ton të nderuar.
Gjithashtu, ju njoftoj që dje ka dalë botimi, lexim dhe trajtimi me artikuj shkencor nga profesor Adem Zenjullahu. Në emër të organizatorit, ju falenderojmë të gjithve që gjetët kohë të jeni me ne në këtë rryesë shkencore. U pafshim në aktivitetet të tjera të Institutit Albanologjik.